doni një profil të papritur Tom Doshi në Shkodër, me Partisë Social-Demokrate, edhe akuzon kryetarin e Partisë Socialiste Shkodër, kryetarin e Bashkisë Shkodër, nuk di se çfarë po ndodh. Thoshta mund të kuptojmë diçka. Të shohim pak dyshin çfarë thot Tom Doshi. Në 2013 Sali Berisha ka lanë pushtetin si korruptum. Edhe sot të vjen zor kur shef gjysën e qeverisë në burg dhe në nënhetim. Njerëzit që i vjedhin qytetarët nuk na përkasin ne, nuk i përkasin Shqipënisë. Kryetari i Bashkisë Shkodër që drejton fushatën e PS-së në Shkodër është i pandehur. Si mund drejtojnë fushatën një njeri që ka vjedh qytetarët? Kam shumë besim jo vetëm në Shkodër, por në tanë Shqipëninë që ne populli do të na votojnë. Ju premtoj shqiptarëve që pa Partinë Social-Demokrate nuk ka majoratë në Shqipëni. Kanë hap fjalë se ne do bashkëpunojmë me Sali Berishën. Ma parë ban Edi Rama koalicion me Sali Berishën se ban Tom Doshi me Sali Berishën. Zoti Mezës, si interpreton këtë situatë? Çfarë po ndodh? Është i drejtë për drejtë dhe nga gjitha që tha është tamam një politikan që ka mësuar që 90% fjalëve që do t'i thuash do t'i kesh të përgjithshme, ashtu siç deklarova që paron që Po? se ka probleme kjo vënë sa duash. Nga Tom Doshi ajo që mbeti ishte së pari që të duar për një kokë, sa në fund është futur në fushat, edhe është normal që do luftoj. Po shef që edhe krau tjetër po lufton dhe nuk po bën kompromis. Tashmë letrat janë hedhur në tavolinë, thot zotëri, unë do punoj 2 duar për një kokë. Dhe thot përballë kam Benet Betin, se është drejtuesi politik. Shumë i qartë në këtë rast. Dhe dyta që është përsëri e qartë, ka i pozicion të qartë. Nuk do të bashkëpunoj me Sali Berishën, me të gjithë do të bashkëpunoj.